Përshëndetje miq shok vëllezër dashamir, kudo që jeni, kudo që jetoni, ju përshëndes unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës, domethënë duke ju dëshiruar çdo të mirë në jetë, duke ju dëshiruar gëzim, buzëqeshje, lumturi, dashuri familjare. Po ju tregoj çka ndodhi një ditë në TikTok me një njeri të poshtër, që i thëmë në i poshtër, se ai njeri i drejtë e i mirë nuk i bën atë gjona. Edhe ishmi në grupë, aty të full një 7-8, kur ai poshtë shkrujti ka gjë mirë, shkrujti selam aleikum, më do që u burri mirë. Thash aleikum selam edhe thash hajt mos ta lë poshtë hy panal në drejtare që i thënë këto, ose në panel. Kur e kemi shtin panel, kurëm ka shah. Shajti mu edhe krejt ato njerë që ishme në panel aty. Mirë po në qëtaj për mos me lën live-in mu prish që i thëmë në live, apo panel, apo drejtare, e diçka bona. Që ato njerëzit po hinë aty për me fitu klikima për shame. Sa të poshtër që janë poshtër, ato që ashtu marrin pajina, tu shah. Edhe do i gjojtëm, do lullja ku e di. Edhe unë në pevejti, thash, më falë, thash, sa lullje të bonë që në shajte, a i tha, mu kanë bo 30. Unë, thash, po t'i qese unë 100. Edhe, kur ja qita 100, unë, a i tha, pëse po mi qetë këto, thash, i ki dhurat nga unë, thash, se ato t'i ka dhonë 30, edhe unë, thash, po t'i qes 100. Ajo abet edhe me mshau mi qit 100. A më falë, po s'pe kuptoj ti pse po mi qet 100 kur unë të shajta. Thash, e di pse po t'i qes 100. Se tjertë ti kanë qit ka një lule, se t'kanë zonë tyje minik, ose të na i thënë pinik, ose bubi. Qenë dvogël, si maca janë ato. E sa shtyt ka thonë qenë. Qenë dvogël dhe si maca, se do i thënë minik, do i thënë pinik, do i thënë bubi. Aty në qenë dvogël. E unë e sa shti qita 100, që unë po du me të bon pak ma të ma, me të bo qenë share. Jo minik, jo pinik, jo bubi, po me të bo qenë share. Amo, edhe minik i e mirë, thash. Edhe minik, apo pinik, apo bubi, thash i e mirë. Thash këtë më thonë kështu. Rau, dhe pse i e mirë? Tha pse? Thash po e ku mirë, thash një bache që gjë me kollëmoqe, se thash e po shkojnë, thash curat, po grisin aty, po minxerrin, thash kokrat e kollëmoqet prej toke. Thash e ti minik, thash, i e mirë me të marrë me qute baqejme, me marryt baqët, kon hitë në sorat, apo laraskat, ti veç lije kjo, e o sorat hikin. Thash ti e mirë për me marryt baqët, mës me mjogër sorat, thash misrin, apo kollëmoqin që e kemi mirë. Edhe ajt ti erdhi nati që e bona qenë, dvacër, së kur maca, minik, ose pinik, ose bubi, edhe të mi ka këthy kejt lullet e mija shka e qita une, plus edhe ato dhejtat mi këthej, tha se unë thash jam qenë. Thash jo dhe thash, unë thash ti qita 100, për me të bon thash qenë sharit. Qenë sharit thash o i fuqishëm, e përlat edhe me ukin, edhe ukin thash qenë sharit e myt. E për që ta, se këta thash ti kanë qita, thash ka një lulle, thash, tu pa në bo 30, po thash unë ti qita 100 veç vetë. Thash për me të bo qenë shari, se ma shumë vinë qenë shari. Pse? Thash po i kam, thash një 200 copa dhenë, thash, po do të me të marë për me mirujt dhenë, se shpesh herë më karauke, e më kam vitë ka një djele, ose ka një këndjë, ose e kështu, ti ka shej mirë për qenë shari, e piminikit rritë është bashkë qenë shari. Edhe kështu që përfëndojo kjo, dhe me thonëm që sa më shajti një herë, mu edhe kitë grupin që kem aty,
dikura pe natit mi kthej o lullet e mia e o dvejta shka që të mëgjend edhe iki prej grupit se ja morë rëftyrën grup thash ti thash je minik pinik i vacër si ma thash apo bubi apo se të ne përdorin minik, pinik, bubi ato qenë të vacër të një qenë që erka ki qenë shari ki e qenë normal po unë thash ti qita një qenë për me të bo qenë shari se ti je i mirë për më përlan me ukin mos me milan me mi hangër dhe